Temperatura të ulta në Gjermani mbyllen shkollat dhe anullohen fluturimet në aeroportin e Frankfurtit. Moti keq me temperatura të ulta ka krijuar kushte të rrezikshme akulli në të gjithë Gjermaninë perëndimore, duke detyruar anullimin e mbi 100 fluturimeve në aeroportin e Frankfurtit dhe mbylljen e shkollave. Shërbimi meteorologjik gjerman lëshoi nivelin e dytë më të lartë të paralajmërimit për pjesë të mëdha të vendit, ndërsa stuhia Unda solli shi që ngriu në kontakt me sipërfaqet e ftohta të tokës, duke krijuar ato që meteorologët e përshkruan si emergjencë të përhapur akulli. Shërbimi meteorologjik rekomandoi që shoferët të shmangnin udhëtimin nëse është e mundur, por nëse është e nevojshme të furnizohen plotësisht me karburant dhe të mbajnë batanie dhe pije të ngrohta në rast emergjence. Shkollat mbetën të mbyllura, ku nxënësit kaluan në mësim në distancë në vend që të merrnin një ditë pushim. Disa autostrada në vend përjetuan ngadalësime të mëdha, ndërsa udhëtarët hasën në rrugë të akullta. Aksidente të shumta u raportuan në rajonin e Saurland. Shërbimet e kurulore përballen me ndërprerje të mëdha në të gjithë vendin.